Gjendemi në ambientet e bibliotekës së Gjimnazit të Dibrës në kuadër të emisionit edukativo shoqëror Vizioni Dibran. Dhe përballë kemi profesorin e nderuar Ismet Duka, i cili kryen këtë funksion për 13 vite me radhë. Përshëndetje profesor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj për iniciativën që keni marrë, që shkoni për institucione të tilla dhe ju dëshiroj të vazhdoni në shumë institucione, në mënyrë që populli i Dibrës, Dibranët të njohtohen me probleme të ndryshme në për institucione të ndryshme. Profesor, kam disa pyetje për ju. Një fjalë urtë popullore thot: libri është shoku më i ngushtë i jetës. Duke u nisur nga kjo thënie, sa janë të lidhur nxënësit e këtij gjimnazi me librin? Më së pari, të sqaroj për fjalën e urtë që është shumë me vend, për arsye se libri është ndihmës i madh, mund të them bazament kryesor për zhvillimin e inteligjencës, mbajtjen e konduksionit të inteligjencës së nxënësit, të studentit, studiuesit në formë të përgjithshme, sepse pa me lexu nuk mund të përparosh. Biblioteka e jonë është e përkufizuar vetëm me literaturën e lëndëve që janë brenda procesit edukativo arsimor të këtij institucioni, të vetë gjimnazit. Prandaj, këto janë në një formë të shprehem literaturë e detyrueshme e nxënësve. Kjo bëhet me lëndë të ndryshme, sidomos nga lënda e gjuhës shqipe, gjuhës maqedonishte, gjuhës angleze dhe disa libra të lëndës profesionale, literaturë profesionale desha të them. Sa i përket kësaj çështje, ka një përqindje, për shembull, unë me mendimin tim kisha thënë 10%, që janë fenomena të shkollës, që s'duhet intereson për lloj të ndryshme të literaturës. Janë një nxënës të cilët janë aq të aftë sa lirisht janë e ardhmja e familjes vet, e shoqërisë tonë, e shtetit tonë, e të gjithave. Mandej ka nxënës të tjerë të cilët është një përqindje 30% që mund të që vinë janë lexojnë. Në formë përgjithshme, leximi i detyrueshëm, por i suksesshëm, vjen nga 40%. Mandej kemi edhe një 20% që ndoshta detyrohen diku, ndërsa mund të them një 20-30% afër janë shumë të painteresuar. Më thanë kjo është një radhitje statistikore e lexueshmërisë në gjimnazin e Dibrës. Dikun 10% janë efektiv, që lexojnë domethënë në mënyrë të vazhdueshme. 10% janë të veçantë, që nuk krahasohet me kurrë, ato lexojnë patjetër. Por edhe një 20% të tjerë, 30% janë dukshëm të interesuar. Ndërsa ka edhe të detyrueshëm që vinë i detyron për shembull lënda ose mësimdhënësi i lëndës që vinë e lexojnë, diku bëhet aty 60% e leximit. Ndërsa të suksesshëm, ndërsa kemi një përqindje që me të vërtet pa interesu. Sa u takon titujve mësimor, a ka mungesë të titujve mësimor të tillë si romane, libra shkencor, libra për mësimin e gjuhëve të huaja, e kështu me radhë? Dëgjoj, romane, tituj që duhen, nuk e kanë asnjëherë nuk është plotësuar ai kondit këtu. Për arsye se kjo bibliotekë mban libra me titull të vjetër. Tash në plan programe të reja kemi edhe shkrimtarë të ndryshëm të kohës më moderne, ku nuk kemi literaturë të duhur. E dyta është se edhe numri i librave që duhet të lexojnë të një romani që duhet të lexojnë nxënësit nuk është edhe i mjaftueshëm. Në disa
është i mjaftueshëm, por në disa është shumë pak. Ka për shembull ndonjë roman ose lektyre të them shkollore që është me numrin 10 ose 5, eventualisht 3, të cilët duhet të detirohen nxënësit ato arsimtarët të programojnë edhe ato klasë me klasë që mund të shërbehen me ato. Përndryshe mungesë të titujve ka, normalisht. Ndërsa leximi jashtë kornizës së programit shkollor, këtu nuk është i mundshëm para arsye se kjo është, thash brema përpara e përmend që është e përkufizuar në vetë programin shkollor. Ndërsa në bibliotekën e qytetit mund të ketë literaturë të ndryshme. Kurse këtu është i përkufizuar vetë me programet shkencore. Literaturë të jashtme, jashtë shkollore nuk ka biblioteka. Ju falemderit profesor, këto ishin pyetjet që kemi përgatitur sot për ju. Ju falemderoj edhe që morët pjesë në këtë intervistë dhe ju dëshiroj që ta kryeni këtë funksion edhe për disa vite të tjera. Ju falemderit edhe ju. Citohem fjalën e fundit të intervistës se libri është shoku më i ngushtë i njeriut, i studiuesit, i ulëmtuesit. Sa është e vërtet kjo në gjimnazin tonë? Shifra që sapo i përmenda nuk janë premtuese. Sipas jush, i nderuar profesor, cilat janë faktorët që ndikojnë që njeriu të mos e lexon shumë libri? Dhe në këtë rast do të kishim përmendur sfidantin kryesor të librit, internetin. Po, gati e përmendet një prej faktorëve të rëndësishëm që duket sikur e pengon librin apo leximin e librave, pra interneti. Megjithëse kjo mendoj se duhet elaboruar pak më gjerë dhe më thellë, me fjalë për të treguar se interneti është një mjet modern i ditëve të sotme, një mjet i informacionit më të shpejtë, një mjet ku mund të marrësh dije më të gjithanshme, apo të themi një bibliotekë në shtëpi, ndryshe. Por çështja qëndron diku tjetër. Çështja qëndron tek përdorimi i internetit. Atje ku interneti përdoret në rregull, në mënyrë funksionale, në raport me librin, interneti po i ndihmon librit, po i ndihmon edhe individit, po i ndihmon nxënësit në këtë rast, për të fituar dituri më të thella, për të krijuar imazhe më të qarta, edhe në përmbajtjen e librit. Mbasi shumë gjëra që ne i lexojmë në libra, po i kthejmë në aspektin e lëndës sime, të lektirave në rast të parë. Shumë libra që lexohen, pra, që i kanë si lektir dhe që janë vlera edhe kombëtare apo vlera botërore, ato shpesh i gjesh edhe në internet, bile një pjesë e tyre edhe të filmuara e kështu me radhë, mënyrë kjo pra që jep mundësi edhe që ata të fitojnë, ta kuptojnë më mirë lëndën, po edhe në orën e mësimit, nëse ajo ka mundësi të praktikohet, mbasi pak bënin fjalë edhe për mësimin interaktiv e kështu me radhë, për motivimin e të tjera gjëra. Por problemi që sa e shoh e keni ju për ta diktuar është përdorimi apo keq përdorimi i internetit. Pra më tepër ajo përdorimi i tepërt i asaj letrës elektronike, ose më mirë të themi keq përdorimi. Keq përdorimi pra i kësaj forme, e cila nuk përdoret për mendime, themi, produktive, kreative e kështu me radhë, po stërpërdoret më tepër për një komunikim më të thjeshtë, i cili nuk jep një produktivitet shumë të madh në çështjen që ne jemi të interesuar ta kërkojmë. Po kështu desha të them edhe atë se libri duhet lexohet, po libri duhet të jetë edhe i përshtatshëm për nxënësit, se kemi edhe librat shkollor. Dhe librat shkollor, ndoshta është fjala këtu të përmendim se në çfarë shkallë janë të ngritura. Kisha për të thënë se këto libra dita ditës po vërsosen gjithnjë më tepër. Megjithatë se mua më ka mbet një lloj debulese kur është fjala për librat shkollor, tekstet e shkollore kështu me radhë, kur lexoj këto tekste që i përgatisin temi në këto gjuhë të jashtme, në anglisht, në frëngjisht, të cilat përpunohen në institucione shumë të avancuara, siç është për shembull Cambridge për gjuhën angleze, apo në Francë, në ato qendra të studimore franceze kështu me radhë, dhe shohim se vërtet librat tonë ende kanë gjëra për të përmirësuar, për të ngritur, për të përshtatur, për të bërë praktik prap në dhënien e mësimit, duke
punuar pra me tekst, me libra. Jemi shumë mirë të akomoduar këtu të nderuar të rishikues të televizionit Dibra, por përsëri mund të themi se emisioni tonë erdhi fundi. Kështu që për herë të fundit të dy mysafirët tonë do t'ju pyes mos kanë diçka për të shtuar nëse kanë ngelur nga biseda jonë. Së pari I drejtohemi pedagogës. Me fjalë të shkurtër. Me thënë të drejtën, temën të cilën ne e kishim sot është aq e gjerë që edhe me orë të tëra të flasim nuk mund ta mbulojmë. Prandaj do ta lëm për seri të tjera me rast tjetër ose edhe me profesorë të tjerë të cilat me siguri do të jenë në këtë studio. Falenderojmë pikë së pari desha të bëj një falënderim të veçantë për ju si udhëheqës që na keni ftuar ne si të parët jemi në këtë emision. Dëshirojmë që në këtë studio të kemi persona të tjerë, të ri, ma të ri, nxënës edhe të tjerë të cilat mund të kontribojnë për marrëvajtjen e punës të kësaj studio. Me të vërtetë është një kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Profesor, në radhë parë ajo që kisha për të shtuar natyrisht ka për të folur mjaft për arsimin dhe do të flasin edhe të tjerë. Po ajo që desha ta them më tepër është të falenderoj ju për këtë emision që na ftuat të shprehim mendimin ton për shkollën, që tregon edhe dashamirësinë tuaj për shkollën ton, për arsimin në përgjithësi. Dhe tjetra që desha të theksoj është që kësaj studie t'i uroj punë të mbarë, televizioni Dibrës pra le të prapet gjithnjë më tepër në qytetin ton, le të marrë opinione dhe le të pranoj programe të mira të cilat mendoj se do të ndihmojnë në përgjithësi në zhvillimin e kulturës, në zhvillimin e jetës qytetare në Dibër në të gjitha segmentet. Faleminderit shumë. Do të ishte shumë banale nëse do të kishim identifikuar problemin dhe pastaj të mos tregojmë konkluzat dhe rekomandimet. Pasi tema ishte për mësimin interaktiv, me anë të kësaj bisede neve arritëm në këta konkluza. Mësimi interaktiv është një nga format më të mira të mësimdhënies. Për momentin, aplikimi I kësaj metode po has në vështirësi për shkak të mungesës së kushteve që ekzistojnë në këtë gjimnaz. Por ajo çka është mbreslënëse dhe është për të potencuar për në fund, është se ka një vullnet shumë të fuqishëm prej stafit pedagogjik që kjo metodë të aplikohet në këtë shkollë. Me këtë rast, pasi e kemi të drejtën që ta përmbyllim kështu edhe emisionin, rekomandojmë apo apelojmë institucionet përkatëse sa më shpejt ta vënë në zbatim këtë metodë. Për gati një orë I erdhi fundi emisionit ton. Së pari I përshëndes dhe I falenderoj edhe një herë mysafirët që na nderuan me prezencën e tyre. Pastaj edhe ju të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen, deri javën tjetër, mirupafshim.